Ham falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin a.s. familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi duke u shoqëruar me pengesat që i kemi në rrugën e thirrjes, këto pengesa që vazhdimisht po thrasim veten edhe juve t'i njohim mirë, të dim se si t'i evitojmë ato, të dim se si mos të bimi në to. Jemi duke folë rreth pengesës që kemi filluar herën e fundit, ajo që ka të bën me mos përmbajtjen, me e quajtur ashtu, ndaj obligimeve, ndaj asaj me çka Allahu xhaleshanuhu na ka obligu, edhe me çka e kemi obligu ne veten në rrugën e thirrjes, gjëra këto të cilat kemi thënë se vërtet janë prej asaj që nëse thirrsi fillon me ra në aspektin e asaj që t'ju përmbahet asaj që Allah e ka porosit, që pejgamberi a.s. ka porosit, ajo që është prej domosdoshmërive të thirrësit edhe thirrses, atëherë domosdoshmërisht se keramje e tij apo e saj do ta bën që ngadal ndoshta të bjen në plagështi apo edhe të ndalet ndoshta tanësisht nga bartja e fjalës së Allahu xhaleshanuhu. Nuk ka dyshim se edhe kjo pengesë kemi folë herën e kaluar se i ka dukuritë e veta të shumta për numëri për të cilave kemi për të cilat kemi folë herën e kaluar, ndërsa sot inshallah do të mundohemi që të fillojmë të flasim rreth shkaqeve që e bin apo e bëjnë thirrsin edhe thirrsen që ndoshta të bin në këtë sprov apo edhe të goditen nga kjo pengesë dhe smundje. Prej shkaqeve që dietarët i kanë llogaritë se vërtet mund të goditet edhe thirrsi edhe thirrseja me këtë pengesë, me këtë smundje, është ajo që ndoshta të sprovohen me mos kuptimin e prapavijave të vetë përmbajtjes së asaj që Allahu xhaleshanuhu ka porosit, e që në esencë përmbajtja e asaj që Allahu xhaleshanuhu neve na ka porosit, edhe si ummet e si musliman në tërësi, po sidomos kur fjala e thirrsve edhe thirrseve, e dim se aty është shpëtimi, edhe aty është më shkurt aspekti, thot edhe kisha me thonë i lumturi son në këtë botë, po edhe në botën e ardhshme. Por ja se mos kuptimi dhe mos njohja e përmbajtjes së programit që Allahu xhaleshanuhu na ka caktuar, mos njohja e mirësive kisha me thonë të këtyre aspekteve dhe të këtij aspekti kisha me thonë se e bën njeriu që eventualisht edhe të bjen në atë që mos t'i përmbahet vetë këtij programi, mos të jetë prej atyre që pra i njeh ato që Allahu dhe pejgamberi sa kanë porosit dhe prandaj edhe të fillon të bjen. E njeriu zakonisht edhe thuhet se është armik i të panjohurës. E për atë si thirrs thirremi që së pari ne të jemi ata të cilët i njohim mirë këto obligime edhe këto privilegje kisha me thonë, edhe dhunti që Allahu xhaleshanuhu na i ka ofruar, përndryshe nëse vërtet shkojmë deri tek ajo që ti rrekemi thirrjes pa i njohur pro obligimet, pa e ditë urtësinë e obligimeve me të cilat Allahu xhaleshanuhu na ka obligu ne, atëherë do të jemi prej atyre që ndoshta nga një herë jo vetëm se nuk do t'i kemi ato parasysh dhe por mund edhe t'i refuzojmë, e ndoshta edhe t'ju përngjajmë mushrikëve të Mekës, atyre të cilëve u zbrit te Kur'ani, edhe qysh në fillimet e tij e dim se kanë qenë kryeneq edhe kanë qenë përjashtues edhe refuzues të tij, edhe për atë edhe Allahu xhaleshanuhu i përshkruan dhe thot bel kadhabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu. Ata përkundrazi mohuan atë me një fjalë Kur'anin, ajo që u zbritën nga Allahu xhaleshanuhu nga Kur'ani, pa e njohur, pa e ditë me një fjalë, pa e ditë atë, po edhe pa ju ardhur atyre shpjegimet e tij, që vërtet ato vazhdimisht i kanë zbrit pejgamberit alayhis salam edhe besimtarve, edhe ata të cilët kanë qenë që janë dorëzuar Allahu dhe pejgamberit alayhis salam, të tillët kanë medituar dhe janë thelluar në ajetet kuranore. Nuk kanë qenë ata të cilët kanë gjykuar para se të mendojnë, para se të studiojnë thellë. Dhe për atë e dim thotë se vërtet jo rastisht pra edhe çështja e kuptimit është prej gjërave më madhore edhe prej dhuntive më të mëdha që i jepet njeriu,
e që vërtet kuptimi dhe mos kuptimi e bëjnë njeriun apo i bëjnë njerëzit që vërtet për të njëjtën gjë të marrin qëndrime të skajshme, qysh edhe e shohim se vërtet jo rallëherë është duke ndodhur për të njëjtën çështje të ketë mendime të kundërta, skaj që themi ne. Edhe për atë jo rastisht qysh në ajetin e parë, qysh në ajetet e para, 5 ajetet e para, siç e dim që i kanë zbrit Muhamedi alayhis salam edhe këtij ummeti, janë ato të cilat thrasin së pari në lexim, në thellim, në kuptim të thellë, me një fjalë të asaj që lexojmë, në kuptim të thellë të asaj që na ofrohet, në kuptim të thellë edhe meditim të gjithë shkafit që me një fjalë neve na rrethon. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. 5 ajetet e para të surës Alaq, lexo, studio, hulumto, thellohu në kuptim me një fjalë të asaj që Allahu xhaleshanu ka kriju. Lexon në emër të Zotit tënd i cili ka kriju gjithçka. Pra, jo rastisht Allahu xhaleshanu së pari, pra, para se të na obligon me obligime, me farze, me ibadete, me aspekte të ndryshme të cilat jo pak janë të rëndësishme në fenë tonë. Së pari, pra, mas pari ka fillu me ikreun. Prandaj, ummeti i ikreut a guxon me qenë prej atyre që ngutet në paragjykime, e ngutet në gjykime të gjërave, e të mos kuptimeve gjëra këto të cilat, sidomos kur fjala e thirrësve, thirrësit duhet që t'i kuptojnë pra misionin, ta kuptojnë që e kanë marrë mbi veti, përndryshe nëse nuk e kuptojnë si duhet, atëherë kanë mundësi edhe të binë pra në aspektin e dobësimit në përmbajtjen këtij programi. Çështja e dytë është ambienti, pra me e quajtur ashtu jo i shëndosh, ku ka mundësi të jeton thirrsi edhe thirrseja, e që po ashtu e dim fort mirë se është një prej gjërave shumë të rëndësishme në jetën e individit, në jetën e familjes, e shoqërisë në përgjithësi, që ne ku jetojmë të kemi një ambient të shëndosh, një ambient ku me një fjalë nuk shkelen dispozitat e Allahu xhaleshanu, ambient ku nuk bëhen haramet e mëdha e kështu me radhë, gjëra këto të cilat nëse goditemi me apo e kemi fatin të jemi ndoshta në një ambient të tillë që shkilen dispozitat e Allahu xhaleshanu, ku bëhen haramet e mëdha, domosdoshmërisht pra pas ka mundësi që edhe thirrsi edhe thirrseja ndoshta vërtet të goditen, por për atë edhe neve thirremi që mos të izolohemi nga shoqëria edhe nga ambientet që neve na rrethojnë, e cilat jo pak janë me një fjalë të këtilla për fat të keq ndoshta, por ja se është çështja e namazeve, është çështja e xhamive, të cilat neve na thrasin gjithmonë që në momentet kur neve ndihemi një lloj ftohtësie, në momentet kur ne ndihemi do të se po dobësohemi, neve na thret ezani, edhe i drejtohemi xhamive, edhe bim në sejdë në xhami, edhe prap kthehemi, prap hymi në shkollë, prap hymi në fakultet, prap hymi në ministri, prap kthehemi punës, i kthehemi tregut të gjithave, por kur ne vazhdimisht furnizohemi biidhnillah, nuk do të jemi ata që do të ndikohemi edhe do të bim, por nëse eventualisht zgjatemi vetëm në asaj ambienti dhe në asaj atmosfere, po padyshim se njeriu është qenie e tillë, qenie shoqërore e cila merr edhe jep, ndikon po edhe ndikohet, dhe prandaj duhet pas parasysh edhe jo rastisht duke pas parasysh atë se vërtet pra ne ndikohemi, edhe duhet pas parasysh se edhe çështja e përgjegjësive është në bazë të asaj se çfarë statusi kemi në shoqëri. Jo rastisht edhe Allahu xhaleshanu ju drejtohet grave të pejgamberit alayhis salam, edhe ju thot ja nisa an-nabi men yati minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al-'adhabu dhi'fayn. O gratë e pejgamberit alayhis salam, kush prej jush vjen me ndonjë të keqe, me gjë të pamoralshme e cila është e qartë, thot Allahu xhaleshanu, le ta dinë se të tillës do t'i shtohet me një fjalë dënimi dy fish. Do t'i shtohet dënimi dy fish, sepse ne e dim do që jo rastisht kanë qenë ato bashkëshorte që kanë pas fatin me qenë bashkëshorte të pejgamberit alayhis salam, jo rastisht kanë qenë ato të cilat kanë jetu pra në një atmosferë, në një shtëpi me pejgamberin alayhis salam, e ku e dim se vërtet gjithçka që i ka rrethu aspekti i ibadetit, e dhikrit, e përmendjes Allahu xhaleshanu, atmosferës me e thonë të shëndosh. Nëse edhe në kësi atmosfere njeriu bjen në haramen gjëra, atëherë pro duke qenë pro bashkëshortet pejgamberit alayhis salam, atëherë dini se edhe mëkati juve nuk është si mëkati të tjerave, por mëkati juve do të jetë shumë më i rëndë.
Po qysh edhe vazhdon Allah, edhe kur është çështja edhe e shpërblimeve dhe punëve të mira, gjithashtu do të jenë të dyfishuara për ju. Prandaj vërtet është plotësisht normale që gratë e pejgamberit alayhis salam me qenë mostër për të tjera qysh edhe kanë qenë. Qysh edhe e dim se vërtet jo rastisht janë nëna të besimtarëve. Edhe prandaj është çështje që vërtet në këtë aspekt duhet pas parasysh edhe ne të gjithë, se të gjithë njerëzit nuk janë krejt të njëjtë kur fjala e aspektit të përgjegjësive. Po është nëse vërtet që të gjithë jemi besimtarë inshallah. Por çështja e përgjegjësisë nuk është e njëjtë e secilit, por mvaret vërtet me aspektet e obligimeve dhe detyrave, posteve që i bartim, e cilat vërtet kanë nganjëherë vërtet ndikim më të madh apo më të vogël. Për atë edhe është e udhës që secili prej nesh me qeni kujdesshëm edhe me pri për marr edhe me mbjell marr, ose për ndryshe nëse e bën të kundërtën, edhe na i ka tërheq vërejtën pejgamberi Islam, men sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Kush e hap një rrugë të mirë në islam, është do ta kesh shpërblimin për atë, por edhe shpërblimin e atyre që do ta pasojnë pas tij, e që nuk do t'ju mangësohet me një fjalë atyre nga shpërblimi i tyre fare, por edhe men sanna fil islami sunnatan sayyi'a. Por edhe kush e hap një sunnet, një rrugë të keqe, një vepër të keqe që është nismëtari i saj. Thot pejgamberi se kush e nis një punë të keqe, edhe prandaj do ta ketë dënimin për të, po edhe të atyre që do ta pasojnë atë në atë keqe, pa ju mangësuar dhe atyre me një fjalë nga dënimi që meritojnë. Por megjithatë, ky që e ka nismëtari është ai që vërtet ka me pas dyfisht aspektin edhe të dënimit, sepse është nismëtar i të keqes. Prandaj vërtet do të kemi kujdes secili prej nesh. Le të jemi ata të cilët hapim rrugë të mira, bëhemi nismëtar të iniciativave edhe të punëve të hajrit, e jo në të kundërtën e me cilën i shërbejmë pra ambientit jo të shëndosh, ambienti i cili pra ndikon edhe madje edhe të thirrësit edhe të thirrëse. Çështja e tretë është se po ashtu prej shkaqeve të asaj që të goditemi me këtë pengesë është që kanë thonë dietarët edhe dobësimi i imanit të thirrësit edhe thirrëses. Ja se edhe thirrësi edhe thirrëseja janë njerëz. Ja se edhe këta janë ata të cilët vërtet pra gjoksi i tyre, zemra e tyre, bindja dhe imani i tyre qenë ka ai që s'qenë ka i ngurt, nuk është statik. Por të secili prej nesh ne e dim se edhe imani jon lëviz me lëvizjet tona. Edhe imani jon edhe forcohet edhe dobësohet, edhe paksohet edhe shumohet. Prandaj duhet pas kujdes edhe duhet ditë që vërtet neve do të jemi ata të cilët për çdo ditë e kemi parasysh realitetin tonë dhe të brendshmën tonë. Jo rastisht shumë prej vëllezërve kur po takohen sot, është bërë tradit ta pyesim njëri tjetrin, çush i ki hallet me iman. Do shta dikujt po i vjen interesante edhe kjo pyetje, si i ki punt me imanin? Pa imanin e kum kry një herë shahadet, kum pruhet tash, qa ke kjo pyetje, çush i ki punt me iman? Po është pyetje shumë me vend, edhe është e udhës vërtet ta pyesim njëri tjetrin, si ki hallet me iman? Sepse imani nuk qenë ka diçka që është i ngurt në zemrat tona, por është ai i cili pra lëviz në ne edhe çka shtohet me një fjalë dhe forcohet me ibadet e me dhikr e me nënshtim ndaj Allahut xhaleshanu, po edhe paksohet e dobësohet me gjunahe e me harame e me ramje, këto në të cilat e dim se vërtet gjitha këto e bëjnë të veten në ne. Dhe jo rastisht pra krejt këtë tu e pas parasysh edhe pejgamberi alajhissalam na ka porosit edhe ka thonë innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb fasalu Allah an yujaddid al-iman fi qulubikum. Thot dijeni se vërtet se edhe imani është ai i cili vjetrohet në mbrëmsinë e juaj sikur se vjetrohen teshat që po i bartni. Edhe imani pas ka mundësi mu vjetru, sikur se teshat që i bartni në trupin e juaj. Prandaj thot kërkoni edhe lutni Allahun xhaleshanu që t'u apërtrin imanin e juaj, do hët në zemrat e juaja. Në tjetrin rast kur ka porosit pejgamberi sa do hët me aspektin e imanit, jaddidu al-iman. Përtrinë e imanit i kanë thonë me çka ja Rasulullah? Fa jaddiduhu bi la ilaha illa, akthiru min qawli la ilaha illa Allah. Shumoni me një fjalë, mos e ndalni dhikrin, përmendjen e Allahut duke thënë la ilaha illa, duke e përmend Allahun xhaleshanu, duke bërë dhikr, duke bërë dua, duke e lut Allahun xhaleshanu, duke fal namaz.
e sa do të prej mjeteve të cilat i dim se vërtet janë që vërtet nuk ka mundësi njëjtë me qenë njeriu, sikur kur është në namaz, sikur kur është në treg. Nuk mundet me qenë i njëjtë. Prandaj duhet me pas kujdes edhe me ditë se kohë pas kohe duhet të ballafaqohet edhe me njërin edhe me tjetrin. Por nëse tërkohen vetëm treg, tërkohen veç 20, 30, 40, 50 euro, është çështje që vërtet është e pamundur që zemra e insanit mos të ngurcohet, që eventualisht edhe mos të dobësohet imani. Pra është e udhës që vërtet me pas parasysh edhe më mundu që vazhdimisht me ju kthye vetvetes, me ditë se vërtet haramet e gjunahet janë ato të cilat ndikojnë në dobësimin tonë. Për atë edhe jo rastisht në hadithin që transmeton Buhariu, gjithashtu pejgamberi alajhi ka thonë la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk ka mundësi thotë të ndodh ajo që zinaçari kur të bën zina e të jetë mu'min, të jetë besimtar. Nuk është. Po në tjetër kohë thotë nuk mund që vjedhsi apo ai që vjedh të vjedh edhe në atë kohë gjithsesi është duke vjedh të jetë besimtar. Po në tjetër kohë edhe ai që pin me një fjalë alkool e të jetë besimtar në atë kohë. Gjithmonë kuptohet është fjala për besim të plot, për iman të plot. Por secila prej këtyre veprave padyshim pra ndikon në dobësimin e imanit të njeriu dhe prandaj duhet ditë se vërtet ne duhet ta kontrollojmë veten. Edhe duhet bërë pra vet llogari, sidomos në mramjen kur shkojmë në shtëpi. Ti kthehemi secili vetvetes, le ta kontrollojmë veten, le të bëjmë një lloj për llogarie se si e kemi kaluar ditën e sotshme. Prej mëngjesit të hershëm duke filluar me namazet, a kam qenë në rregull, duke i marrë mandej çështjet e obligimeve, aspektin e termineve që i kum pas, a ju kum nejt njerëzve në fjalë, a ju kum dalë në fjalë në termine që ja u kum dhënë, apo i kam shkel ato e që e dim fort mirë se vërtet është pe gjunaheve të mëdha. Po në tjetën kohë, kur fjala e aspektit të ramjeve të tjera, harameve të tjera, nëse eventualisht edhe kemi ra dhe kemi bërë, e na nuk jemi asnjëri pa gjunahe. Por më i mirë edhe më i sinqert prej nesh është ai që pendohet. Nëse bëjmë ne vetë llogari, atëherë do të jemi ata spaku që nuk do të na kalojnë gjunahet të pavrejtura. Por do të jemi ata të cilët do t'i regjistrojmë ato. Kur do t'i regjistrojmë, me siguri do të preokupohemi me to. Kur ne do të preokupohemi, me siguri se nuk kemë mujt vërtet me mbajt kokën në jastak, por do të ngritemi inshallah e spokun do një recate do ta falim shtesën që ata asaj që e kemi fal gjatë ditës, po edhe do ta lutim Allahu xhaleshanu që të na fal. Nëse këtë e bëjmë, jam i bindur se ditën e nesër me kemë qenë të tjerë. Prandaj inshallah don Allahu xhaleshanu vërtet e sidomos ata që kanë marrë për obligimin e thirrjes, ta kenë parasysh se edhe dobësimi i imanit të tyre i bën që vërtet ata të goditen pra edhe me këtë pengesë, po edhe me pengesat e shumta e cilat thash se vërtet kanë mundësi të na dhënë në plagështi, po ndoshta edhe të na ndalin nga barta e fjalës së Allahu xhaleshanu. Inshallah me aspektin e shkaqeve të tjera do të vazhdojmë herën e ardhshme nëse Allahu na jep shëndet dhe ymër. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun.